Nuk ka qeveri që krijohet në Kosovë, do të vesh ndonjë mrekulli hyjnore se nuk ka qeveri e cila krijohet. Kushdo që e krijon atë qeveri që mund ta zhbllokoj fatin ndërkombëtar të Kosovës në këtë mund të ketë njohje për të veçanta sikur rasti dy që i siguroi presidenti Erdogan, dima e presidentit Erdogan, mirë po në kuptimin e procesit Euroatlantik, në kuptimin e zhbllokimit kështu ndërkombëtar të fatit të Kosovës, nuk ka qeveri e cila mund të krijohet e që mund të hap rrugë, mund të hap perspektivë, pa dhënë shenja konkrete, pa dhënë hapa konkret në drejtim të zbatimit. Këtë leksion. Po unë besoj që apo lexohet çfarë ka situatë. Sepse marrëveshja e Brukselit dhe ajo e Urit nuk kanë qenë marrëveshje për njohje, tjetër është për konsum të brendshëm propaganda që zhvillohet. Ato kanë qenë marrëveshje për normalizim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dallon njohja prej normalizimit. Dhe tash, ky normalizim nuk kupton. Mbi Kosovën qëndron hapi fillestar, e në gjitha raportet ndërkombëtare, tjetër është manipulimi i brendshëm, gjitha raportet ndërkombëtare, mbi Kosovën qëndron hapi fillestar, detyra fillestare që ta filloj këtë proces dhe më pastaj të kaloj te Serbia. Si u hoq Kasolli nga formulimet e Komitetit Ndërkombëtar, sidomos të SHBA-s, pika që Kosova dhe Serbia duhet të përfundojnë normalizimin me njohje reciproke. Njohja reciproke më nuk përmendet. Ndërkohë asnjëherë nuk e ka pasur siç kam fjalën për SHBA-t. Dhe nuk përmendet nga shtatori e tutje kur u bë ajo marrëveshje me tutje kur erdhi në pushtet pastaj me 14 shkurt dy ministrin e Zotit Kurti, nuk përmendet, mu duket se është rënuar çdo gjë. Cilat janë momentet kryesore që i humbi Kosova me mbështetjen kryesore nga SHBA-t në marrëdhënie ndërkombëtare? Po ndërsa pas vitit 2015, ne kemi diskutuar se edhe kjo që po shohim është pasojë e kësaj krize që është akumuluar ndër vite, pasojë e atij investimi elektoral për përfitime politike edhe kundër këtij procesi ndërkombëtar. Po e zom tash Kryeministri Kurti sa ka qenë opozitor këtë procesin e negociatave e ka parë si një lloj investimi që kanë bërë leadershipi politik i vendit për shkak të peshës së korrupsionit që e kanë përshpëtuar nga kjo situatë, po bëjnë kompromise në raport me Serbinë. Mirë, po ne edhe dy marrëveshjet edhe ky vetë që i ka bërë, madje në shumë aspekte janë edhe më dëmshme se sa marrëveshjet paraprake. Do thotë është kjo shndrimi i politikës së jashtme në kartë të brendshme elektorale është njëra prej pasojave shumë serioze që i ka kushtuar Kosovës, dhe tashmë asnjëri prej subjekteve politike nuk po mund dalin prej kurthit ku e kanë futur vetveten. Këtë drejtim unë gjithmonë e kam thënë, edhe propozimi i lidhjes demokratike të Kosovës për qeveritë e unitetit, arsyeja latente, arsyeja kryesore, tjetër është që nuk e thot Lumir Avdiqi, arsyeja kryesore ka të bëjë me këtë temë, sa i kërkon që të gjitha forcat politike të bëhen bashkë dhe ta marrin përgjegjësinë së bashku në raport që askush mos mbetet fajtor dhe të përfundojmë kjo logjike fajsimit të njëri tjetrit, të satanizimit të njëri tjetrit për përfitime të brendshme politike, sepse siç thash, ne sot jemi në situatë, nuk kemi shumë problem ndërkombëtar me Serbinë, më shumë se sa kemi probleme vetë vendet që na kanë mbështetur në këtë proces. Merë Këshillin e Evropës, që po hera e dytë që po dështon. Kosova ka dështuar të antarësohet në këtë organizat, jo për shkak të Rusisë. Rusia mos është anëtare e kësaj organizate, prej luftës në Ukrainë është përjashtuar, as për shkak të lobimit të Serbisë, por për arsye se ti e bloku në raport me ata të cilët kanë lobu për antarësimin e Kosovës në këtë organizat, mirë po që si parakosh kanë kërkuar seriozitet nga shteti i Kosovës në raport me detyrimet ndërkombëtare që i ka marrë. Tash kjo është situata që Serbia nuk e bllokoi Rusia, por aleatët e Kosovës. Sepse Kosova u tregua e pabesueshme. Po u tregua e pabesueshme. Apo kjo është e qartë, domethënë çdo kush i cili don ta lexojë drejt situatën politike, që nuk dëshiron të bëj propagande për përfitime të flas për referendum duart rrokitje popullore. Po, që të flas për këtë, domethënë situata është e qartë. Ne jemi bllokuar, Gjermania, Franca, vendet kryesore, domethënë vendet mbështetëse nuk kanë demonstruar në fund vullnet për në fazën finale për ta finalizuar dhe për ta përmbyllur këtë proces për shkak se Kosova nuk dha shenja për të zbatuar detyrimet e saj në raport me obligimet që i ka marrë.